Reagime dhe vëretje të shumta për propozim ligjin për shërbimin gjyqësor u paraqitën në dëgjimin publik për këtë ligj në Komisionin për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet komuniteteve. Përfaqësues nga shërbimet dhe sindikatat kërkuan që ai të tërhiqet nga procedura ose të bëhet ndërhyrje serioze me amandamente, ose të hartohet një iri në të cilin shërbimi do të jetë pjesë e pushtetit gjyqësor. Hristina Pallçevska, e cila ishte edhe antare e grupit të punës, u distancua nga zgjidhja ligjore sepse siç tha, ai nuk është as pak i njëjtë me atë për të cilën kanë punuar. Предлог законот кој што денеска го дискутираме не е реформски, не е унапредува положбата на судската служба и што е најважно од се е неприменлив. Ваквото законско решение е несрекно законско решение. Зошто? Затоа што одредбите за од законот за административни службеници во судовите се неприменливи. Përfaqësuesit e shërbimeve gjyqësore thonë se ky propozim ligj është shumë më i pafavorshëm nga se ai më pashmi dhe se nuk është as pak reformues. Ata konsiderojnë gjithashtu se keq është rregulluar për llogaritja e pagave në lidhje me koeficientët, si dhe fakti që nuk njihen specifikat e shërbimit gjyqësor dhe puna e nëpunësve gjyqësor. За жал, наместо денеска да расправаме за предлога амандмани и да го совршиме законот, ние својата енергија ја трошиме на три битни фактори. Тоа е сите да сме судска служба, достоинствено да имаме просечна плата по коефициент затоа што сме една од трите власти во државата и да ги имаме додатоците кои ги заслужуваме. Цели 2 часа и 7 минути да не се слушне ниту една пофалба, ниту еден позитивен коментар за двата предложени закони. Тоа самото по себе треба да представи аларм дека предлозите на закони ви се за рикверц. Në mbrojtje të tekstit ligjor u paraqit Katerina Giqeva nga Ministria e Drejtësisë, sipas e cilës kjo zgjidhje siguron autonomi të shërbimit dhe bën ndarje të qartë në punësve gjyqësor dhe në punësit administrativ. Во овој предлог закон, за прв пат се воспоставува целосно системско редување на правата и обврските и кариерниот разбор на вработените во судската служба. Во постојниот закон се наведува дека судските службеници се со лица со статус на административни службеници. Përveç shërbimit gjyqësor, në dëgjim publik duhet të paraqitet edhe propozim ligji për shërbimin e prokurorisë publike, të cilët të dy janë pjesë e agjendës reformuese.